Deklaratat për shembull që i bojnë hoxhallarët, që unë mendoj që janë kogja të rrezikshme. Jo krejtë shikojmë Big Brother, jam një prej njerëzve që nuk e ka kthyer kurrë njëta se një epizod, nuk kum tërheq as pak, e mendoj që është total humbje kohe. Ndoshta jo, me vërtetë, unë një vetë shumë tillë si janë. Ndoshta unë kisha dashur me ndalte deklaratat që dhe jemi në muajin e Ramazanit, deklaratat për shembull që i bojnë hoxhallarët, që unë mendoj që janë kogja të rrezikshme për formimin e opinionit publik. Domethënë një imam, një prej fetar e ka mbrapa vetës, domethënë një komunitet saktum që janë ndjek rregullat e tij, që me një fjalë domethënë për ta është lider shpirtëror. Mu këto për shembull më pengojnë më shumë dhe kisha pas qaf na me gjetë domethënë si shoqni në mënyrë çysh me I kanalizu ato deklarate të gabuara. Tash ti kemi pas raste të caktuara që bojnë deklarata, gjithmonë ato janë domethënë kundër drejtave të grave. Kundër domethënë drejtave bazike, kështu që kjo për mua është më shqetësuese sa çka thot stresi ose çka thon do të si personazh gjën personalisht, më I minjov veç nëse mdali në periudhë. Stresi konsideroj që ka bagë shumë njerëz mbrapa vetës. Ka një impakt të madh, fjala e tij ka në këtë rast peshë dhe rëndësisë çka ka njerëz pasaj që e thonë një fjalë dhe I pendohen për atë fjalë. Ka pasur raste era që ke xhiru diçka, ke xhiru një intervistë edhe pas taj mësafirit ka telefonu dhe ka thonë që deklarat heq ma larga ma dhe për çfarë arsye. Heq ma larga javën e kalume, këm pas rastin e fundit që e kishim xhiru emisionin, nuk për përmendit ashamin e mësafirit, edhe jap një deklarat ekskluzive që mu me zis mu prit ke me transmitu se edisha që ka me ucitun krejt mediat dhe ka me pas shumë audiencë. Pas taj, masi që e ka me ndu se qka që shtek, ka thirës disa herë duhet me patjetër me ushia I pjesë, nuk guzon me u transmitu edhe është dash për një me këput atë deklarat. Kështu që ka plot këse lloj raste që njerëzit që atë për që atë, okej, I shpalosin gjitha, po pastaj I bin shumë pishman. Për qëta pysin shumë mësafir se a është emisioni live, apo gjirot, pastaj transmitohet, se live e din që matin nuk mund është me ndryshu Shumë interesant që nësa njëza kish mirë kuptu, nëse kish do një rasit të Nëse mu, mësafir jam, thot me fshi diçka, më kanë ndodhë që më kanë thonë, edhe ja kom fshi se su konë diçka interesante. Po, nëse kishë qeni, kisha thonë që veç ka shku në transmitim. A njës kujtës me deklarata se në disa që të rëzikohen. Jo, ta është shumë zhvishme. I kam mësafir që më të kuptu shumë. Po, kemi figurat publike që bojnë deklarata edhe të qëllimshme, thamë edhe në hyrje të emisionit. A njës, si pas te, kush është naj figur publike që bën deklaratat qëllimshme për me marrë vëmendje? Që është në deklaratat të cilat mund të qojnë pesh apo jo? Deklaratat qëllimshme? Edhe me kriju ndoshta naj skandal të mund shumë. Sështë të më kujtu dikush për momentin, po e di që ka.